Kur një digë gjigante shembet nga hiçi, duke kërcënuar mira jetë, të gjithë mendojnë se natyra u tregua e pamëshirshme. Por për detektivët Smith dhe Peterson, diçka nuk shkonte. Ky nuk ishte një aksident, ishte një akt lufte kundër vetë njerëzimit. Ndërsa gërmojnë në errësirën e një rasti që kalon çdo imagjinat, ata zbulojnë se pas katastrofës fshihej një mendje diabolike dhe një tradhti që fillonte brenda mureve të vetë digës. Bëhuni gati për të ndjekur hap pas hapi hetimin më tronditës të karrierës së tyre, ku çdo sekond vlen një jetë. Një punë tmerruese po i priste detektivët Smith dhe Peterson, të cilët u caktuan për të hetuar shembjen pasi ishin antar të vlerësuar të korpusit të policisë. Dhe mirë pra, ekspertiza e tyre ishte tmerrsisht e nevojshme pasi një digë jetike u shem nga hiçi. Kjo nuk mund të ishte përgjegjësi e vetë natyrës. Policët u zhytën thellë në çështjen më të errët që kishin parë ndonjëherë. Dikush ishte përgjegjës për këtë, dhe Smith e Peterson duhet të jepnin gjithçka për t'i ndaluar këta njerëz. Pas hetimit për shumë ditë dhe net të gjata, Smith dhe Peterson nuk mund t'u besonin syve për atë që po shihnin. Ishte dita më e errët e karrierës së tyre policore. Edhe pse arritën të zbulonin këtë të vërtetë të tmerrshme, ishte një krim i tmerrshëm kundër natyrës, asgjë më shumë dhe sigurisht asgjë më pak. Ishte e pabesueshme edhe për detektiv me përvojë që lloje të tilla krimesh ekzistonin në shoqëri, dhe të mendosh se arritën pikërisht në kohë. Pasi gjurmuan njerëzit që nuk kishin asgjë tjetër veç se qëllimeve të liga, një gjë ishte e sigurt. Këta njerëz nuk do ta ndjenin më lirinë. Ata u vendosën pas hekurave për jetë, ndërsa detektivët Smith e Peterson u shpërblyen për guximin e tyre. Por cilët ishin këta njerëz? Si dhe pse arritën ta bënin një digë të shembej? Dhe pse ishte aq tronditëse për detektivët? Përpara se të fillojmë, shtypni butonin like dhe sigurohuni të bëni subscribe nëse nuk e keni bërë, si dhe goditni atë zilen e notifikimeve në mënyrë që të nuk humbisni asnjë histori detektivi të re. Detektivët Smith e Peterson e nisën hetimin e tyre që nga fillimi. Një katastrofë që do të kushtonte shumë miliona për t'u riparuar dhe madje rrezikoi disa jetë, dukej se ishte shkaktuar kryesisht nga forca e natyrës. Por dyshes nuk ju desh shumë për të kuptuar se diçka krejtësisht tjetër po ndodhte. Në ditën e parë të hetimit, ata shkuan të shikonin digën. Pothuajse asgjë nuk ishte mbetur prej saj. Uji kishte shkatruar vërtet gjithçka dhe tani mund të lëvizte lirisht pa u mbajtur nga një digë. Kjo e bëri hetimin edhe më të vështirë. Ku dreqin supozohej t'ja fillonin? Fatmirësisht, detektivi Smith kishte vite përvojë dhe ishte në gjendje të jepte udhëzime për kolegun e tij më të ri Peterson në këtë hetim. Ai tha atij të fillonte me atë që dinin, pasi do të kishte pak për të zbuluar në të gjithë këtë peizazh ujor. Ky ishte fillimi i asaj që do të bëhej një hetim tronditës. Dhe ajo që ata dinin ishte se diga u ça në një moment të papritur. Askush nuk e prishte këtë dhe të dhënat kundërshtonin të ashtu quajturën dobësi të digës. Ata mbanin të dhënat sakta dhe bazuar në llogaritje, diga duhej të kishte në gjendje të funksiononte edhe për disa vjet tjera. Kjo ishte vepër e njeriut, jo e natyrës. Peterson pastaj ka idenë të kërkojë për pamje kamerash. Duhet të ketë kamera sigurie atje apo jo, Smith? Smithi e konfirmon këtë dhe sugjeron të shkojnë direkt te diga për të sjellë pamjet. Fatkeqësisht, i priste një surprizë të pakëndshme, sepse sapo arrin atje dhe afrohen tek kamerat e sigurisë për t'i shkëputur, shohin se janë të mbuluara. Është pothuajse e pamundur të zhbëhet. Gjë që i bën Smithin dhe Peterson të kuptojnë se kjo është vepër e dikujt me përvojë. Por ajo që nuk dinin ishte se koha ishte faktor. Kjo është pengesa e parë pasi nuk kanë fillimin që duan. Ata duhet të fillojnë dikun gjithasi, kështu që ndajnë kohën e tyre. Smith do të kërkojë dëmshpërblim dhe informata nga stafi i digës dhe bordet e ujave, ndërkohë Peterson do të kërkojë pamje të CCV-ve në zonë. Gjurma e tyre e parë nuk do të vononte. Për të filluar me Smithin, intervistat e para nuk dhanë asgjë, derisa u ul me një punonjës të burimeve njerëzore. Diçka e jashtëzakonshme kishte ndodhur kohëve të fundit, që në shikim të parë kishte dukur e padëmshme oficerit të burimeve njerëzore. Por Smith mendonte ndryshe. Një nga punonjësit dha dorëheqjen papritur. Edhe pse kjo nuk ishte plotësisht pa shkak, ky punonjës ishte një aktivist fanatik i mjedisit dhe ishte shumë i shqetësuar nga shpërdorimi i ujit të digës. Sipas tij, ata mund të bënin shumë më tepër për të pastruar ujin që ai të mund të përdorej. Dhe kjo nuk ishte e gjitha. Punonjësi kërkonte t'i mbante një seancë informuese për të gjithë punonjësit, por sapo ky propozim u refuzua, ai bërtiti se po jepte dorëheqjen dhe nuk u kthye më pas asaj dite. Smithi di ku të shkojë nga këtu. Ai ishte në rrugën e duhur. Peterson ka arritur gjithashtu disa rezultate. 1 kilometër larg digës, ai gjeti një parking me kamera sigurie. Megjithse kjo jep shumë më pak informacion të dobishëm se sa kamerat të diga,
Është të paktën një pikë për të vazhduar, veçanërisht kur dy detektivët fillojnë të ndajnë informacionin e tyre me njëri tjetrin pak më vonë. Ata takohen në një kafene. Smith fillon të flasë për punonjësin, ndërsa Peterson flet pak më pak me entuziazëm për kamerat 1 kilometër larg digës. Ata e dinë se nuk dinë ende asgjë përfundimtare, por fatmirësisht, fati është në anën e tyre, sepse një tip anonim erdhi pak kohë më pas. Ishte një regjistrim, i dërguar nga një telefon. Smith dhe Peterson dëgjojnë me kujdes zërin i cili është deformuar në mënyrë që personi të mbetet anonim. Zëri flet në mënyrë obsesive për dyshimet e tij ose të saj dhe thot se definitivisht ka lojë të pistë. Dhe në fund, zëri përmend një adresë ku detektivët duhet të shkojnë dhe të hedhin një sy. Smith dhe Peterson nuk presin më dhe nisen direkt. Adresa rezulton të jetë një kafeteri e vjetër në një zonë të vjetër industriale të qytetit. Është qartësisht e pabanuar dhe u duket rrezikshmërisht misterioze Smithit dhe Petersonit. Pse informatori anonim i kishte dërguar këtu? Smith dhe Peterson shikojnë përmes dritareve, por nuk shohin asgjë tjetër veç një kafeje të braktisur. Ata janë bërë tashmë gati të zemërohen për rrengun që duket se u është punuar dhe përgatiten të largohen. Por pastaj, i riu Peterson sheh diçka përmes një prej dritareve. Ai mund të shohë një imazh të digës. Është printuar dhe zmadhuar dhe duket se ka disa shënime të lëna mbi ta. Burrat e dinë se kjo duhet të thotë diçka dhe menjëherë fillojnë të trokasin në dritare. Megjithatë, askush nuk përgjigjet në derë dhe detektivët e dinë se nëse duan të hyjnë, duhet të shkelin ligjin. Të dy, Smith dhe Peterson, nuk kanë një urdhër kërkimi. Ata padyshim që do t'ja hidhnin pa pasoja, por nëse do të kapeshin nga një qytetar apo pronari i pronës, hetimi do të dëmtohej shumë. Ata vendosin ta marrin rrezikun gjithsesi. Gjejnë disa dokumente dhe çdo gjë tregon se po i afrohen të vërtetës. Shembja e digës duket e planifikuar në çdo mënyrë të mundshme, por nga kush dhe për çfarë arsye mbetet një mister. Ata kontrollojnë ambientet me ritëm të shpejtë dhe nuk vonon shumë para se të gjejnë gjurmën tjetër. Ata ndeshen me një person të konfuzuar që qëndronte shtrirë në një divan. Ata përpiqen të flasin me të, duke e pyetur se kush është dhe pse ndodhet në këtë ndërtesë. Duke u përgjigjur me vështirësi pyetjeve të tyre, ai u thot të largohen, por Smith dhe Peterson janë të vendosur dhe shpejt zbulojnë identitetin e tij. Është punonjësi i digës që kishte dhënë dorëheqjen. Duket se ai vuan konsiderueshëm nga dorëheqja e tij dhe Smith me Peterson janë të sigurt se ai kishte të bënte me shembjen e digës. Ata i thonë të vijë me ta në stacion. Ai reziston në fillim, por sapo sheh se nuk ka opsion tjetër, pranon. Ai do të humbiste lirinë e tij nga kjo pikë, dhe jo vetëm për momentin. Sapo mbërrin në stacion, për burrin tregohet kujdes që të jetë më i arsyeshëm. Ata më në fund mund ta marrin në pyetje dhe të kenë kontroll mbi të. Ata e sigurojnë se do të jetë më mirë për të nëse do të jetë i hapur dhe i sinqert. Burri më në fund fillon të përgjigjet gjithnjë e mëngjesisht dhe një e vërtet tronditse del në dritë. Burri është i përfshirë në një organizatë ekstremiste mjedisore. Kjo organizat e shkaktoi shembjen e digës. Ata e arrestojnë burrin në bazë të dyshimit të tyre dhe shkojnë direkt në seancë dëgjimi. Diga u riparua në vitet vijuese dhe Smith e Peterson u shpërblyen për kërkimin e tyre. A mendoni se qëllimi i mirë, mbrojtja e mjedisit, mund të justifikojë ndonjëherë veprime kaq ekstreme si shkatrimi i një dige? Na tregoni mendimin tuaj në komente. Nëse ju pëlqeu kjo histori hetimore, mos harroni të bëni like, ta shpërdani dhe të bëni subscribe. Faleminderit që na ndoqët dhe shihemi në historinë tjetër.